që në një të kaluar jo të largët, na ka karakterizuar me muret e shtëpisë, të themi, me oborren, me familjen tonë. Tani për masat e asaj ku ekspozohet personaliteti jonë, ne si individ, si qytetar, janë të një natyre e cila varet nga ne. Mënyrën se si ne zgjedhem t'i ruajmë të drejta tona, t'a ruajmë privatësinë tonë. Dhe në këtë relacion, teknologjia informative, zhvillimi i teknologjisë informative, përdorimi i rrjeteve sociale, po aq sa na jep të mundësinë për të ekspozuar atë që ne dëshirojmë, po qaq neve na jep mundësinë gjithsesi të kemi kujdes në mënyrën se si ne ekspozojmë privatësinë tonë dhe të dhënat tona personale. Ne jemi përdorues aktiv të rrjeteve sociale, si qytetar, të platformave të ndryshme, qoftë nëpërmjet regjistrimeve, blerjeve online, klikimeve, publikimeve, postimeve të dhënave tona dhe paralelisht me këto veprime, ne duhet të bëjmë kujdes të shtuar se çdo veprim në raport me teknologjinë informative, publikimet, shikimet, klikimet, lëxhurmë të asaj se jemi ne. Dhe ajo që ne po përpiqemi aktualisht që të bëjmë si agjenci është që të informojmë qytetarët me krejt këto ndryshime, por patjetër me kujdesin që duhet të kenë në një botë të teknologjisë informative, të themi, të një revolucioni ku informata shpërndahet brenda sekondit. Dhe thirrja jone e vazhdueshme për qytetarët është që në mesin e kësaj përparësie, gjithsesi ta shtojnë kujdesin në ekspozimin e të dhënave personale aty ku vetë qytetari dhe vetë veprimet tona definojnë atë se çka dëshirojmë të jetë publike ose çka nuk dëshirojmë të jetë publike.